Të nderuar besimtarë dhe të pranishëm, thot Allah i madhëruar në Kur'an, qad aflaha men zakaha wa qad khaba men dasaha. Allah i madhëruar në Kur'an thot, me të vërtet kanë shpëtuar ata të cilët e kanë edukuar dhe pastruar shpirtin e tyre nga çdo njollose, nga çdo llom dhe ves i keq. O qad khaba men dasaha, desa ka humbur dhe ka dështuar ai i cili nuk është kujdes për pastrimin dhe edukimin e shpirtit. Zatën të gjithë urdhrat fetare dhe ndalesat të cilët Zoti ka caktuar për robën e tij e kanë këtë objektiv, këtë qëllim, se si duhet mu kujdes maksimalisht me pastru brendësinë, shpirtin, zemrën, mendjen, nga çdo dukuri e keqe, nga çdo ves negativ, të cilët e përfitojmë na me dije apo pa dije, nga rrethi që na shoqëron. Ndërsa ai i cili nuk kujdeset fare, nuk e shikon a thua vallë, i është njollos zemra dhe shpirti, po vetëm se ashtu e pranon, duke mos u munduar dhe përpiqur, ky njerë me të vërtet gjaset i ka shumë të vogla me shpëtu. Ky ajet është interesant, ka ardhur pas 11 betimeve që Zoti e përmend në kapitullin e kësaj surës. Fillim betohet Allahu në Kur'an. Pasha diellin, pasha paraditën, pas e thot pasha hënën, pasha ditën, pasha natën. Betohet, deri në fund e tregon qëllimin. Ku e ka? Betohet çdo pasha këta, pasha ata, a dikush ka shpëtuar? Ai i cili e ka pastru dhe ka rregullu, e ka disiplinu shpirtin e tij. E pas edhe vazhdon të kundërtën, e le ta dije mirë, se nuk ka për të shpëtuar asnjëherë. Ka me dështuar dhe ka me humbur ai i cili nuk kujdeset për shpirtin. Kjo ndodh edhe tek njerëzit. Njerëzit, kur dojnë me potencu, ata shka dojnë me shpalos para njerëzve, fillon për me ngrit që është më dështore duke bobeje. Pasha, këta dhe ata. Ti nuk ka shansa ti me arrit sukses, përdesa nuk shkon në këtë drejtim. Do me tregu rëndësien e asaj që ka do me promovu dhe me sjellë si ofertë. Kështu dhe Allah i madhruar e ka përmend. Bile në parametrat fetare janë një dy elemente të rëndësishëm, që quhet në gjuhën arabishte tahlije o tahlije. Fillimisht duhet edukim, fillimisht duhet pastrim, pastaj duhet stolisje ose pajisje. Kjo ndodh edhe me gjonat e përditshme. Njeriu para se më rregullu pastrohet. Petkun para se me parfimos e lan. Makinë e lan me lloj larje, pastrime, pastaj i vesh edhe i hidh parfim. Ashtu edhe me trupin. Fillimisht lat mirë, pastrohet, pastaj hidh parfim. Kështu edhe fetarisht. Fillimisht i largon dukuritë e këqija, çka e njollosin dhe akumulojnë zemrën. E më pastaj stolisësh me morale, me sjellje, me bontone të mira, të preferuar. Kështu është edhe feja jonë. E në Islam, urdhrat që të tregova kanë ardhur për çfarë qëllim? Falja e namazit, agjërimi i Ramazanit, shkurja në haxh, dhënia e zakatit. Këto gjëra të kanë qëllim më të pastru, se njeriu nuk ka dëshirë me majt regjim në trupin e vet. Çka nuk kupton për shembull agjërimi? Agjërimi thonë me abstenu, me frenu veten ka disa elementet që në esencë janë të lejuara, mi po në kohën dhe sezonin e Ramazanit ndalohesh. Me hangër, me pi, e ki të lejuar për Allahut. Ama në Ramazan, ja. Nuk guxon me hangër, nuk guxon me pi,
në atë kohën e Ramazanit edhe orën, terminin. Jo vetëm ajo e pije, edhe do gjona tjera, nëse i martuar, nuk guxon një afru bashkëshortës, e mos me gjona tjera që janë të ndaluara në esencë. Përgojimi, shpifja, këto punë të këqija, këto janë të ndaluar në Ramazan, alo ma shumë do të me qenë ma ndaluar, ma i kujdesur. Mi po gjona që janë të lejuar, në Ramazan ndaluar. Përse ndodh kjo? Nëse do me mojtë regjim, nëse do me mojtë ndërtimin, formimin e trupit tanë, kështu duhet. Kështu ndodh edhe me gjona trupore, smundjet. Ke dëni smundje, ke diçka ki duke hangër, duke pi njeriu, pranon dhe abstenon shumë do helme të përditshme. Edhe mjeku shka, pasi e shikon ato analizat, thotë ti duhesh dietë, regjim të rrezikshëm. Maksimalisht elementet që përmbajnë sheqer duhet shmangësh. Nëse ka probleme me yndyrën, yndyrave duhet më shmangë. Jashtë atyve ilaçeve dhe barnave që duhet mi konsumu, pa dhe anën tjetër. Atëre, nëse ti përmbash një periudhë, për 1 muaj ose 3 muaj, kime po, pasi që ban analiza, ndryshime, reforme, kështu dhe fetarisht është. Agjerimi nuk ka për ngarkesë, do me mbojt një farë regjim shpirtëror, se njeriu me gjonat e përditshme e ngarkon shpirtin. Lloj-lloj, na kena gjonat përditshme që sot janë helme për neve. Në përmjet këtyre elementeve dhe urdhresave dhe ndalesave, njeriu patjetër e edukon veten e tij. Me një ajet tjetër ka një formë ndryshe, që kjo koncept, kjo do me thonë një përmbajtje, ka arme një formë tjetër. Ka thonë Allah i madhruar, wa amma men khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ai njeri i cili gjithmonë e ka frikë, e ka breng, e ka shqetësim, a thua vallë, si do t'jetë qëndrimi jem për Allahut. Nuk i di si do dalë për Allahut. A do dalë krye lartë, i mburur, apo i tërpruar dhe i nështruar. Këtë kjo e mbrengos, nuk e di a do dalë faqe bardhë, a faqe zezë, nuk e di a fituas, a humbës, nuk e di. E pse nuk e di? Se nuk e di se ti gjatë bagazhit që ke jetuar 50-60 vjetë, a ke qenë ma afër Zotit, a ma largë, a ma shumë ki ba punë të halal, apo haram. Që kjo qëndrim të gjithmonë ty e kinë hatër. Allah i madhuruar thot, kush e ka këtë komponent? Ai cili ka frikë, qëndrimin për Allahut, nuk e hek nga mendja. Edhe dyta, o naha an-nafsa 'anil hawa, edhe e frenon veten, e ndal veten, e pengon veten, e stopirat nga çdo sen që ja ka në shpirti vet, mi po Zoti e ka ndaluar. Shumë nga ne kanë lloj-lloj apetite, lloj-lloj orekse, të shumta, mi po çto dëshirat që ka të vinë tyje, qarkullojnë dhe zhvillojnë mendjen tënde, duhet me shikuar. Unë kam dëshirë, kam ëndra, mi po Zoti është i kënaqur. E tash, nëse e shes se nuk ka i kënaqur, e stopirat, e ndal veten, e frenon. Këto dy elementet i garantojnë, i sigurojnë besimtarit në vazhdim të ajetit, fa innal jannata hiya al-ma'wa, xheneti është vendbanimi i tij. A bëhen gjash me terapi, recept, sikur për pacientin që ka smundje, që shto Allahu i madhëruar, të regon edhe për njerin, nëse i përmbahet receptit të Zotit, le ta di se e ka të garantuar dhe të siguruar xhenetin. E një xhenet quhet mewa. Këtu është përmend mewa, se ka 8 lloj xhenete. Ashtu, edhe 7 xheneme, me emra të ndryshëm. Një më shumë e ka xhenetin, më shumë se xhenemi, për faktin se rahmeti dhe mëshira e Zotit është dominuese ndaj i dhërimit dhe zemërimit të tij. Sikur që ka thënë në një hadith kutsi, Allah i madhruar, vërtet thot Allah i madhruar, me një libër që ka të regjistruar atje në qiell, ka shënuar çdo sen, ka regjistruar çdo sen. I ka thënë laps, to laps, shëno. Shëno se prej kësaj dite, derisa ka ndodhur kiameti, kështu ka ndodhur. Kështu do ndodhe. Kështu njerëzia do të veproje. Kështu bota e xhinëve, kështu është bota e melaçeve, bota e kafshëve, bota e shtazëve. Çdo sen është regjistruar, Allahu alem sa është i madh ai libër. Pasi që është regjistruar çdo sen, apo çdo sen evidencë, më pastaj Allah i madhruar e ka volos apo e ka përmbyll ata duke thënë
me të vërtet mëshira ime e ka mujt, apo e ka te kalu idhrimin. Mëshira e Zotit është më e madhe se sa idhrimi dhe zemrimi i tij. E në këtë ajet e ka përmend këto dy komponente, po i zbatove, po i kryve me përpikshmëri, normal se këto nuk janë të lehta. Gjithmonë, gjithmonë, me qenë në vazhdimsi, më kujdes këto dy komponentet. A e ki frikë qëndrimin Allahut, a të brengos para se më ra me flete, nësha mujnë me ndrujet, edhe më një ka më konë takimi je me Zotin, si do tjetë e une? Në ka njëre kina brengë, si do të me dalë para shefet, para kryetarit, do të me dhoni farë raporte gjatë vitit, edhe para Zotit këna me dhoni raport, kur Zotit do të në marrë gjësen, o robjem, i ki pas disa obligime dhe detyra kundrejt meje, a i ki realizuar, Zotit i masmitiv, po të pyet tyje, shembëll, ose ndalesat, ti kam ndaluar tyje, për disa ndalesat ta kam të reqë vërejtjen, e kam ngrit alarmin, ti si ki qenë, ka matën, a i ki konsumu, pirin alkoolit, ngranjën e mishi e derit, këshire, të e shumë të maja, mbytja njerijut, magjia, shpifja, akuza, këto si ki qëndru me këto gjanat, edhe pse Zotit i mas mirti. E gjithë urdhëresat edhe ndalesat në Islam këtë e paskan. Edhe jo rasisht agjerimi që ishte sprov dhe test për neve në këtë muaj që na po e përcedhim. Qëllimi, synimi, objektive ka qenë me pastru vetën tonë. 19 muaj para Ramazanit ne ngarkojmë me shumë sene. Edhe ka nevoj energjit negative. Në Islam energjit negative ka qëllimin harama dhe gjunat. E ngarkojnë robin. I andalojnë atë shpejtësinë e të hecmës, e qarkullimit. Sikurse helmët, toksinat që njeriu nëse konsumon me haje dhe me pije, nëse nuk i largon dedoksin mi ba, trupi njeriu ndërkohet, edhe nuk ka energji me ecë. S'ka energji, s'ka potencial, se e kanë ngarkuar. Gjunat e ngarkojnë dhe mëkatet trupin shumë. Andaj këto adhurimet nuk janë për ta ngarkuar trupin, po janë një farë procedure që ti deshte apo nuk deshe lirosh nga këto helmet. Andaj Allah ka thënë Kur'an, që për agjerimin, o ju që keni besuar Allahun, ju e është bërë detyrë, obligim, farz, agjerimi i muajit Ramazanit, sikur që ishte përpara juve, me vetëm në qëllim, mu pastru, mu rregullu, mu disiplinu, me dal një kuadër e mirë. Ti ke nevojë nëse do me ecë përpara, edhe me qenë i lumtë dhe rehatshëm, do mos me ecë në për këto kanalet e procedurave. Agjerimi, zeqati, haxhi, namazi, e shumë do punë. Krejt urdhat e Zotit edhe ndalesat aty dykun janë me numër 500 nene. Kushtetuta e Islamit aty dykun ka 490 e diçka apo 500 nene, urdhresa dhe ndalesa. Nuk e kanë qëllim me ngarku robin. Jo, e kanë për qëllim për me pastru dhe me rregullu. Bile edhe për zeqatin, kësha thotë Allah në Kur'an, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim bihi. O Muhammed, shko njerëzve të reqa vërejtjen dhe të tregoj se Zoti e ka bë obligim ata që kanë pasuri me ia marrë zeqatin. Merre zeqatin, merre edhe sadakaon, për çka o Zot li tutahim ta pastrojsh atë njeri. Se njeriu nëse gjash koprac, ka qeft grumbulloje, e tash ti grumbullama dush edhe nxerrje, marrje edhe nxerrje. E ki pa ato kompani që ka bojnë, hyrje dhe dalje. Nuk ka vetëm se hyrje, duhet dhe dalje. Në fund të muajit, rrymën, ujin, punëtorin, qirajin, shumë procedura. S'ka shansa vetëm me marrë. Edhe këtu, ki marrë prej Allahut shumë pasuri, shumë gjona. Duhesh edhe ti kthesh. Edhe zeqati sadakaja kthe paskan. Ka arë me këtë qëllim tu zekihim. Në gjuhën arabisht teski i thonë më të pastru, më të gdhend. Gdhendje e ka qëllimin kur njeriu ka nyje. Në vetrën e vet e gdhend dhe e pastron. Jo vetëm për këta, po jashtë ka thotë Allah në Kur'an edhe për kurbanin. Thejre kurbanit. Len jenal Allah luhumuha wala dima'uha
Walakin yanala taqwa minkum. Allah i madhruar nëpërmjet kurbanit, që thotë hyje e ke obligim me thirr kurban. Tek Zoti nuk arrin gjaku e as lëkura edhe mishi, te Zoti arrin devotshmëria e brendshëm. Pse thot Zoti, do më ta moni sasi të parës tyje, më të diku nga mrena. Se njëri duke marrë dhe mos jap, bot egoist. Bot enanie, vetvetiju. Nuk di me menu për rrethet dhe shoqërien. Zoti nuk ka adhurim fe që nuk manifestohet dhe nuk kurzohet me lëmosh, me sadaka dhe me zakat. E vetëm në qëllim para 1400 viteve ky institucion që i shoqërisë apo socialit u ka ngritur dhe ndërtuar në Islam. Para 1400 viteve. A gjëron po, duhet sadaka të vitër, me mbledhat pasurien edhe me dhon të varfër fukarave. Kjo rol e lun sot cila sektori social. Islami pimoti e ka para 1400 viteve. Edhe i klasifiku, edhe i ka rëndit kush janë kategori njerëzve që duhet më dhon këtyre. Jo vetëm se edhe me marr, po duhet edhe me dhon. Këtë qëllim e ka, më të pastru tyje, më dëlir tyje, më të bë më i sinqert dhe më i pastër. Bilallah i madhëruar i ka thonë Musa a.s. Shko te faraoni, te ai diktatori, gjakpirci, edhe thuaj, helleke ilan të zekke. Edhe thuaj, o faraon, o gjakpirc, a e ki ndërmenti mu gdhenjt, mu pastru, se gati i ki kaluar të gjithë kufit, kitë që kjo shpreja ka arë teskije, pastrimi, edhe Zotin edhe pastrumi. Jo rasisht agjerimi, a di sa njerëzit që kanë smundjet e sheqerit, o smundjet obezitetit, që është kjo trasia, për 30 ditë, a e di se mas këtyve procedurës Ramazanit, kur bën atë analiza, a dhe çfarë pastrimit mirë bëhat. Mos flasja. Bile ka thonë Ibn Qayyim i dietar, Allahu e din sa smundje i pastron agjerimi. Edhe pse ne nuk e bëjnë agjerimin mu pastru nga smundjet shëndetësore dhe fizike. Jo. Ne e bëna vetëm për rit të Zotit, se Zoti na ka urdhëruar për shkak të sevapit. Me automatizëm, në brendësinë e saj, ajo është pastrim, rregullim dhe shërim i shumë smundjeve. Kështu e ka thonë, Zoti e di se sa smundje i shëron. Të shumta i shëron. Pastrimin e gjakit e ban të çuditshëm. Zhvillimin, qarkullimin për 30 ditë nuk le gjatë zhvillimit gjakit dhe një mbeturin. Vetëm agjerimi që ka e banë. Mas flasmin këto smundjet e zemrës. I redaktor në formën më të mirë të mundshme. Ana nuk e bëna për këtë qëllim, vëllezër. Se ne kemi thonë, çka është dallimi mes agjerimit dhe dietës. Nga ana e jashtëm, gjasojnë. Po nga ana brendshëm dallohet. Se ky që ban dietën e ban me qëllim për shëndet. Ana agjerimin, për shka e bëna njët? Për Allah, për sevap, nuk e bëna për shëndet na, se Allah u pas ka urdhëru. E Zotin nuk urdhëron diçka që ka është keq, po diçka është e mirë dhe është në favor dhe interes të njeriut, qoftë psiqike, qoftë shëndetësore, qoftë fizike, qoftë edhe shpirtërore. Për ta ne bëna, çka është dallimi mes larjes të thjesht, pse është nxehtë, dhe larjes që jemi lana për më orë sot për me falë namazin e Bajramit. Nga jashtë, kjo u lajt edhe kjo u pastrum. E pikana vlerësojmi edhe e dallojmi kjo mes kësaj, çfarë farë dallimi ka, se kjo është pastru për shkak të nxehtit. Edhe do të freskohet. Ky për shkak se Zoti ka urdhëruar se ditë Bajrami është mirë me që në aroma mirë. Ky shpërblet, ky nuk shpërblet. Ky thjesht e ka bërë vetëm për freskim. Angana jashtë ngjasojnë njësoj. A pe kuptoni? Ajo që ka e dallon ibadetin nga adeti, zakoni, është njeti. Qoftë në agjerim, qoftë në namaz. Që namazi? Namazi është edhe procedurë e fiskulturës, kur ta shikosh nga ana jashtëm. Lëvizjet, duart, shkuren në ruku, shkuren në sejdë, këto që i bëmi, këto këtë lëvizjet, edhe me durr, me kam, kjo i ngjason si atletik një lloj procedure e fiskulturës, po na nuk e bëna për ata. Bile kur kam dëgjuar njerë, forma më e mirë që qarkullon gjakun e trupit njeriu është në cilën formë kur njeriu shkon në sejdë. Sejdë forma që ka forma më e mirë që gjaki më së miri të qarkullon. Nuk i ban bllokat edhe pengesë. E na nuk e bën shkurën në sejdë për shkak se au gjaki qarkullon ka mirë. Jo, fare.
Ne e bëna vetëm për hir të Allahut xhaleshanu, po me automatizëm ajo i ka ato benefitet, ato dobit shëndetësore. Jashtë ato të Allahut për shembull edhe për agjerimin, i dërguar Allahut. As-siyamu junne. Agjerimi është mburoj. Ai mburoj. Çka i bie kështu ala ma thjesht ta thesoj? Armiku, kur do shkosh në betejë, në një luftë, ose nëse ki kënë dëgjuar se ka gjasa më të kidnapu, ose likvidim dhe teje, që ka bëjnë to njerëzit kokat e mëdhaj, që veshen mbretësin, para tyre petkave, veshen mrena një element mburoje. Pancir. Sidomos to që kanë kokat e mëdhaj, që ka e dinë se ata e kanë rrezik ata. Ata e bojnë rrezik për shumë shkaqe, ose me të drejtë ose pa të drejtë. Po si do qovë, dhe jo nuk intereson. Ky, a ban mburoj? Po, ki frigohet. Edhe besimtari agjerim, kështu ka thonë një dërguar Allahut, as-siyamu junne. Agjerimi është mburoj. Si është mburoj? Që ta elaboroj. Momentit që agjeron ti, ti nuk ha dhe nuk pe. Njeriu që nuk ha nuk pe, nuk posedon shumë ëndra, epshe, apetite dhe pasione. Se s'ki hangër. Ma djellë nuk shkon menja me bo punë të liga. S'ki energji. Kush ban zullum dhe padrejtësi, ata që ka hajnë, se fukaraju nuk ban, po ata që hajnë shumë dhe pinë, ata kanë lloj ide dhe apetite dhe orekse. Ti kur ta agjeron nuk hangër s'kipi, a që nga buroje? Po mburoje. Nuk shkon menja dhe nga keqja, po është mburoje dhe nga punë të liga. Pse? Mos me thonë dhe fjallë të banale, se mirë thu, janë duke agjeru. Marë me agjeru në me shajt, me ofendu, me ngritë zani. Pse thonë qëtë, agjeru shumë. A nuk qenë nga agjerimi që njeriu e frenon dhe jep mburoje nga shumë punt e liga dhe të kësia, ma tje ka orë me një ditë tjetër në forma ma figurative. Ka thonë, kështjel, si kalaja. Kalaja për shembull në kohën e hershëm, sidomos në perandërinë osmane, është frytzuar ka luajtur rolin e mburojës ndaj armikut. Ata kanë hyrë dikun më lart në male, kanë krijuar kështjellën, edhe ai që ka desht me luftu me këta për me marrë shtetin, du të nip lart për me mbyt këtë parinë që me qeveris atë shtetin. Po për me i gjë, shëra e rrezikon veten. Kjo është mburoja e agjerimit. Ka shumë gjëra të mira, mirë po, me gjitha ta, njeriu në esencë, sikur që e ka përmendur Zoti në Kur'an, pse i mësojnë në këto mësime dhe këto mesazhe dhe porosi, se njeriu në esencë është i paditur. Kështu e ka përmendur Allah në Kur'an, kur e ka prezantuar ofertën e amanetin. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Vërtet, ne njeriut, birit ademit, insanit, ja afruam, ja ekspozuam amanetin, fillimisht Zotët e kanë ekspozuar qiellit, tokës, kodrave, a përmerrni amanetin përsipër, që përgjithësi të madhe, ata duke pas se është rëndësi madhe amaneti, duke shumë figurativ kur gjo, ama në mbretësinë e vetë, ka shumë ngarkesë dhe bare madhe, ka thonë, fe e bejne e refuzuan, nuk e pranuan, fe e shfekne, pse nuk e pranuan, ka ndë një motiv dhe arsye dhe fakt, e shfekne mine nga friga. Zotin friga njeriu në ndalon. Bile me i pyt, ishtë një intervju, sidomos komunitetet njëve shqiptarve, e kanë pyet to plakat e vjetra, tregoni juve burrave, çka ju ka mojt juve që keni respektu shumë? A i thot friga. Friga e madhe, njeriu e ndal dhe e frenon. Ose në fund, që ku kena në Zvicër, në këto vendet evropiane, çka i mban ata për me mbajt rregullat në Evropë? Friga në dëshkimit, se dënon, po e shkele në trafik, ato rregulla komunikime, parkingin, jo në vend e duar, friga e dënimit dhe dëshkimit. Zotën friga e më njeriu. Policia pse mbat pendrekin këtu dhe atë pistollin. Edhe fëmia është instinkt
ose njëri kur ta shofe, ky është njëri polici, ky është njëri i thjesht. Po dallimi se ky ka diçka që i frigon njeriu. Zoti do të më frigon njërin. E Allah i madhuro kështu ka thonë, ne ja ekspozuam amanetin qiell dhe tokës, edhe maleve dhe kodrave, ata refuzuan, nuk e morën përgjegjësinë e amanetit. Për shkak të frikës. E ai kush që ai i cili mori guximin dhe kështu nuk pat frikë, unë do ta marr përgjegjësinë, fa hamalaha al-insan, njeriu e mori. Pse njeriu e merr? Innehu zalumun jahula, se njeriu është ignorant. Nuk e di para pa vjeti të gjarëve. Vetëm ka që dëshirë, unë kisha bë kryetar i kësaj lëvizjes, isha bë kryetar i këtij projektit, këtij sektorit, kësaj, duke mos e ditur se është përgjegjësi e madhe. Edhe në dunja, porse edhe në botën tjetër. E tash na çështjen e festave të Fitr Bajramit. Se në Islam normal nuk ka dyshim se janë 2 festa. Ne elhamdulillah nuk kemi shumë festa, janë 2. Edhe këto festat kurrëzohen pasi që realizojmë dëni detyrë dhe obligim të madh në Islam. Gjithmonë, edhe avlen besimtari kur gëzohet, kur arrit sukses, ka marrë diplomë, e sosi fakultetin, masterin, doktoraturën, arriti diçka edhe e grumbullon familjen, edhe çka thot, unë du me kurzu me haje, me pije, me një gëzim, manifestim. Edhe zatën, kështu janë edhe festat, manifestimet fetare. Ne kena 2 festa, Fitr Bajramin edhe Kurban Bajramin. Fitr Bajramin ndodh pas 29 ditëve ose 30 ditëve që jemi lodh, jemi raskapit, kena agjëruar, kena adhuruar Allahun, vaktet e namazit, taravijën, namazin e natës, lexim Kur'an, e shumë, pastaj javlen me festu, se e lodh. Gjithmonë ndodhin këto pasi që ka korr sukses. Nuk është e udhës me festu diçka kur robi nuk ka kryer as dëni punë. Kjo më shumë gjanë me neve, për shembull si popull, me bana si popull, çdo festa festojmë. Jashtë 2 festave të muslimanëve, thu se kemi arrit suksese të mëdha. Ana kena ngec mas si në aspektin shtetëror, arsimim, politik, ekonomik, që na bile nuk duhet me çu kokën me festu, po duhet sa më shumë mu angazhu dhe prekupu me arritje të madhe. Edhe Kurban Bajrami, kur festohet, pasi që e krymi kushtin e 5 të Islamit, e cila është haxhi. Kur bëhet kjo? Në kohën e haxhit. Kurban Bajrami. Masi që realizohet shkurja, tavafin, safën, minën, Muzdalifën, pas ta festohet. Gjithmonë festimet kurrizohen pasi që kryjmë dëni detyrë, obligim dhe angazhim të madh. Edhe Fitr Bajrami kështu e ka. Normal se në gjuhën arabishte Fitr i thojnë diçka që ka del apo prishet nga diçka e përditshme. Që kur sot na e prishmi nga përditshmëria 30 ditëve. Tere gjë në këtë kohë sa ishmi na. Këtë kohë që, këtë mëngjesit, pa në kohë të imsakit, ne ma e përbyshme kanë syfyrin edhe ma filloshme ma agjeru. Sot du të me dallu prej tjerave. Edhe në gjuhën arabishte, Bajram, nuk është gjuhë arabishte Bajram. Se kush më pyetje? Më pyetje ty kush në po gjo tha, Bajram është arabisht? Jo, Bajram nuk është arabisht. Arabisht është Aid, festës i thojnë, Bajramit. Që në gjuhën arabisht Aid do më thonë përsëritje. Kthehet, se Bajrami përsëritet çdo vit. Bajram është ose në gjuhën turqe ose në gjuhën persishte. Se kemi shumë në nocione dhe formula që në gjuhën persishte. Abdesi nuk është arabisht. Abdes është nocion term persisht. Po është uazuar dhe ka një pjesë e kulturës të shprehjeve, se abdesit arabisht i thunë el-wudu. Po, edhe që kjo Bajrami, se dikush më parashtoi pyetje tash më kujtu, jo, Bajrami është gjuhë apo shprehje ose persishte ose turqe. E Fitr Bajram do më thonë një fest ku e prishmi zakonshmën, avazën e vjetër që ishte 29 ditë dhe 30 ditë. Mirë po, kush ka drejt ma shumë ti më mësu sot? Pa i cili e ka dhënë haku 29 ditëve muajit Ramazanit, i cili nuk ka bë hile. Edhe ky ka hak. Kjo i ngjon vëllezër ja kështu. Ai që merr diploma në fund të fillorës, edhe
ama merr 5, ama e di se nuk ka bë hile. Me merite ka fitu 5-ën. Nuk ka vjedh në test. Nuk ka shfrytzu dhe në ndërmjetësim nga familja, profesorit, thujt me të mape me hatër numrin. Ti ndoshta e merr, mirë po me vetë zemrën tane, nuk të knaq. Kush knaqet? A cili meriton, a e di se e ka dhënë hakin, ka mësuar çdo ditë, dhe ka kaprit vetëm testin e fundit. Që ky njeri ja vlen më gëzum. Kështu ka thonë edhe një shprehje në fe, thot, ma ladhatul fawzi in lam yakun bihaqqiha, nuk e ndjen kënaqësinë, lezetin, ngrojen shpirtërore të një suksesi, arritjes, përveç ai cili ka merita me të drejtë. Ka njëri për mene shpesh që ta, ma shumë është një rregull është e saktë. Për me ndjen kënaqësi suksesit ai cili ka merita të mëdha. Ne kemi thonë edhe në shumë raste, për shembull, edhe kur të lush edhe lojra të përditshme, lojra qoftë futbolli, qoftë basketi, madje edhe lojra që janë na për këto çajtore që luajnë me karta. Ai njeri që e meriton s'ka bohile në ato lojrat, ky kur të fiton, ky gëzohet dhe kënaqet. Nuk ka nevojë dikush mi tregu, ai mbrëmsinë e vet e ndjen ata. Mirë po nëse ke fitu me hile, duke shikuar, ati thot pjerë ma këta, ti e fiton ama vetë në tonë e shpirtin, së të kënaqë diçka. Edhe kështu është në gjashën Bajrami, a dikush kënaqët, a i cili thot e mujta vetën, egon teme, 29 dit, abe nuk e lasht, kish qef mangër me pi, kisha sfidat mëdha, kisha lloj provokime, ja, ama dhe di që s'ki bahili ti, me të vërtet s'ki bahili, se ti ki mujtë mu më shef në dhomën tane, që janë 4 mura me hangër dhe me pi, kur kush nuk shef. Su ka pas kush. Vetëm, ama jati, pastaj ti ndjen kënaqësi, ose ai cili ka falë, këtë taradhijet, namazin, ka lexu Kur'an, ka bë dhikr, ju shtargu harameve, qoftë dramat e mëdha apo qoftë haramat e vogla. Ky njeri, a di çfarë kënaqësie, bile, ky nuk ngopët, thot me mujt tjetë ala Ramazani më shumë. Pse ndjen revolucion të mbrëmshëm, kënaqet mrena ky. Ky ka hak më gëzu. Çfarë drejtë ka, ose çfarë kënaqësie ka ai që s'ka xheru, apo po baj Bajram se çashtu është zakoni, traditat e natë do të bëj Bajram. Ama ky fare s'ka xheru. Ose iftar çel, ndërsa nuk ka xheron datë ditës. Ai ha, po me pyet ata, vetëm për shkak njerëzve, se përndryshe nuk ndjen kënaqësi më rëndësishëm. Andaj festat i kanë me të drejtë të kënaqen, të gëzohen, harre dhe gëzim, ai i cili ja ka dhënë hakun. Edhe ai që merr një post, e udhëheq në një drejtim, në një fushë, në një sektor, nëse ka me të drejtë, ky kënaqet me njëri. Bile që kënaqet, ka njerëz thotë, nuk du ta marr. Duke ditë se është përgjithësi e madhe, është breng dhe gale e madhe. Festat andaj festat me të drejtë i kanë ata të cilët kanë dhënë kontributin, kanë dhënë mundin dhe lodhën dhe djerset më të madhe, këta njerëz kënaqen. Këta njerëz kanë të drejtë të gëzohen në festën e Fitr Bajramit apo Kurban Bajramit. Në musafirin e përcedhëm, për kanë, e kemi qëllën për Ramazanin, apo? Edhe pse me vetë besimtarin e mirë me thot, ai që kënaqet në musafirin, nuk kënaqet, sikur se nuk ka dëshirë mi dhon leje. Ai thot, a ka izën se musafiri rre, në fund lep leje për tyje. O Zoti i shtëpisë, a më jep leje? Kur je i kënaq, çka i thua ti na musafirit? Nuk du më dhon leje, pse kënaqa me tive. A ka mundsi la me ndejve? Rrebe shumë, rre sante buj nesër që i përdori do shprehje se gzim. Ama ai që nuk ka, ai që sa është kënaq e ma shpeta, se jam i lodh, se jam, do më pas komoditet, do më kënaqe e vetë. Ama ai që kënaqe ta, yqbe, abe rribe sa dushbe, u kënaqa me tyje. Kështu ndodhe dhe me musafin Ramazanit. Ai që kënaqet, ai që kanë ndje kënaqësi shpirtërore. Jo rasisht vinë disa ditë, edhe pse nuk janë të sakta, po përmbajtja, do më thana është e sakt, po ta dinin besimtarët, se çfarë përjetime ndjenë në Ramazan, do të kishin pas dëshirë mi thonë Zotit o Zot, a mund të bësh Ramazanin gjithë jetën? Një pa Zotit di mas miti që se ka bo. Këtë Zotit di me urtësinë e vetë, 30 ditë ka bo. Ama, atë vinë këto ndjenja dhe njerë, vinë o gjo.
Vinë dhe një rogjë kam qef, jo një muj, abe një 2-3 mujve, se po përjetoj dhe shka mrejna. E po Zoti e di më së miri se ai ka krijuar shpirtin. Andaj ne përcjellim musafirin me gëzimin më të madh. Mirë po, le ta di se ne duhet me vazhdu sërish në një lloj tempo ngjashëm të Ramazanit. Ju e dini se i dërguari Allahut ka thonë, ai i cili ka xheruar Ramazanin me përpikshmëri dhe me ndeshmëri, e ka dhënë hakun Ramazanit, e ka bërë vetëm për hir të Allahut. E pas Ramazanit e vazhdon qatë tempo me 6 ditë agjerim, Allah i madhruar ka për t'ja shkruar shpërblimin dhe sevapin, sikur se ma agjeruar tanë vitin. Pse tanë vitin? Se Ramazani ka pas 29 apo 30, edhe 6 që është muj Shevali, që bëjnë se bëjnë 35 apo 36, çdo vepër e mirë në Islam është 1/10, kështu ka benefitet limiti më i vogël, se ka shansa 1/10, 1/100, 1/700, 1 sa do Allah vendos 0-0. E nëse është më e vogël 1/10, 36, edhe 10 bëjmë 360. E këtu dele sheshe kush agjeron Ramazanin, edhe 6 ditë sikur se me agjeru tanë vitin. Këto 6 ditë nuk janë obligim, as fars, as vajib, që janë nafile vullnetare. Një kolege im të regon dhët, kër i kanë thonë një kështu se na xhallarët në hutbën e Bajramit, i rekomandojnë. Nuk është obligim, po është mirë ma gjëru edhe ma tempon. Edhe, o gjë, po kjo nafile është. Po na kur falmi namaz fars, mas farza, kemi dhe njerë do nafile sunet, drejken, a i falmi drejken, 4. Mas drejken sa falmi 2. Se këto duhet janë mburoj të farzit. Na i falmi akshamin fars 3. Po mas akshamin që ka falmi? A i falmi 2 sunet. Në filetën, nuk e në obligim, ama i falmi, mburoj, sikur se e gardhe, që të arun shtëpijen. Ne i falmi dhe 4 jacin, po mas jacin s'falmi 2 sunet edhe 3 vitër. E një gjemati kishtë thënë hoxhës, kur ka thënë hoxha, kush agjer Ramazanin, edhe 6 në file, se vapin sikur se Ramazanin. A i ka thënë hoxha, bol me këto, a i ka të ne përdojë shpreje shumë në gjuhën, kështu, shqipe me gjuhën mosnishte, të bajt, po të tregoj original si ka thonë. I ka thonë xhamati hoxha, ball me këto dërzhavni. Lej këto privatit bë. Se dërzhavni ndek fartit obligative që është Ramazani, ndërsa këto private janë në filet 6 Shevali. Ama ndonjëherë këto që janë privat ne paguhen shpërblen më shumë se këto që janë dërzhavni. A është ashtu? A? Ti ke obligim për shembull gjatë muajit, shembull, 12 ditë punë ki, 30, 12 e ke obligative. Nëse thot shefi 2 ditë ta mush marr se janë emergjent patjetër, ti kime shku, pse? Thot për këto 2 ditë ta paguaj unë më shumë se ata që kanë obligative 12 ditë. A ashtu? Edhe shka thotë, po, ose se dha paguhet më shumë orari ditës a i natës në punë. Kujdestaria, apo? Që i thonë, çka i thonë asaj? Dežurno. Se mu më pyetje një hoxha, ju që po falni namaz natë, a ka sevap as ka sevap? Po thash në punë, cila paguhet më shumë ti? Orari ditës a i natës më shumë paguhet? A paguhet më shumë ajo që është dežurna, kujdestaria? Se natën është ajo. E prish gjumin ti, e prish përditshmërinë, e paguhet plotën më shumë shefi drejtori. Edhe te Allah i madhruar, kush fal namaz natë e paguhet ndonjëherë më shumë se ato që kanë përditshëm. Se ti e ki prish shefit, kur do me flete, ja, për irë të Allahut. E kjo është për argument dhe faktë më e madhe, mi demantu ata që thonë se nuk ka shmirë më falë namaz natë. Ja vesh, a munësh, a ki vullnet, edhe a ki potencial, se s'ka sen ma e mirë, po këtë ka kalishmëri me ata, edhe agjerimi, 6 Sheval. Këto në arrujnë farzët o vlezër, në filet në irun njëve farzët. Apo? Abe leja ma, për sunetit të namazit e kini po, fare nuk tolerojme. Pa tjetër të më kanë. Po qashtu është e ngjashëm, sikur se namazi ka farze dhe nafile, edhe agjerimi ka farze dhe nafile, edhe zeqati ka farze dhe nafile, se të dhe adhurim dhe institucion i ka ato detyrë obligative dhe ato që janë vullnetare. Amba të ndihmojnë këto. Bile në fe, edhe në ditën e gjykimit, a e dini se Allah i madhruar, kur ti marrë robët e ti, si ki pasë robë punët me farzët, duke nis një nga një thëtë Allah, ajde me namazët. Çfarë moshë ki në mbylli këti?
Në moshën 14-15 vjet, robi bot mbylluk më hin, apo? Edhe prej tash e tutje i ki obligim edhe namazin. A i ki fal, fillon tash, sabajt, drekën, i kinien. Nëse ke qaluar, valla unë mas 20 vjet e kam nis me fal namaz. Pe 14-20 vjet, 6 vjet, duhet përgjësi, llogari. Si mja bata kështu 6 vjet se s'ki fal? A e dini se Allah i madhruar i thot me laçeve, shikoj robi jem, a ka fal diçka vullnetare, nafile, privat në që po thojmë këta. Pse? Unë këta shka shanë se jep statusin farz tyve. Andoj shmirë me fal njëri vullnetar nafile. Edhe me agjerimin. Agjerimin, valla po ketë ama 1-2 vjet, s'pas ka agjeru. Sidomos, populli jonë e ka zakon, kur shkon në ushtar, se tash mos ka ushtri, për para ka pas ushtri, në moshën madhore, edhe gjatë 1 viteve do të kapë edhe Ramazani. Nuk kanë agjeru, është normal, aty nuk është më agjeru se institutët nuk të alon jetë gjëtë të rritë. Po ti mas asaj, shumica nuk e bajnë kaza. A unë e kam pas farës që atëra, ma atëre ma shtetis në kaliju. Jo duesh. E ki obligim kaza me ba, mi kompenzu. Nëse ndohë kjo, e ty 2 vjetë s'ke agjeru ti. I shikojmë në file, talentete në ke agjeruar, ditët e bardha. Çdo muaj ka ditët e bardha, që janë dita 13, 14, 15, ose 14, 15, 16. Një ditë po, një ditë jo. Shikon Allah e ka agjeru, që më t'i marrë këto, më t'i kompenzu, ose ditën e Arifës, ose ditën e Ashurës. Janë disa ditë që janë me histori dhe ngjarje dhe rrëfime që ti janë nafile. Mirë po, ai o gjo, shumë bu paguj kanë, ka shansa që ta 2 vite farë se s'ka magjeruar, ndoshta mi kompenzon. Edhe nafile dhe njerë lirujnë rolin e farzeve obligative. Sidomos, ai që kanë ndjek kënaqësi. Lezetin më të madh në Ramazan jam kënaq, kam qef ti kompenzojnë se më ngjasojnë. Te na populli unë ka zakon, para Ramazanit ta agjeron nafile. Apo 2 muajt që thojnë 3 muajt e shenjtë, si do 2 muajt, muajin Rajab dhe Shaban, ata agjerojnë. Ata bëjnë para përgatitje, stërvitje. Populli jonë 3 ton, për çka bëjnë stërvitje? Për futball. 3 muaj para kohe. Edhe para përgatitje ekstreme. Çka i duke bë? Jam të përgatitur nëse kemi një farë për me shku atje për vend ku di çka janë ato, ata garat serioze, edhe me po ekstrem. Për shka për dënja? Arritje. Shë pleq tonë, para pregatitje për shpirtin e vetë. Du ma gjërun Rajab dhe Shaban, për Ramazan edhe të më gjindën mua. Ka dallim me saj cili pregatitet për diçka shka është kaluse dënjas, me saj cili për botën tjetër. E që kjo është ai dallimi mes këshire pleqve tonë edhe të rritë tonë. Pregatitu për shpirtin ta në vlezër, se mas vdekjes trupi nuk ka vlerë. I s'ka do në fatit, nuk ka kur far statusi. Në momentin që vdesim, trupi ku i këthemi? Në tokë. Asë shpi nuk e ma në vlezër. Edhe me pas gruje, e vlad me pas, motër, vlla, bab, nan, shok, mik, dost, jaran, nuk e ma në vlezër. 1 ditë, 2 ditë, se fillon mjarë era, qelpsima, kalbët ma. Shqyqër që Zoti kështu e ka ba, me qëllim ja ba me di se nuk ka vlerë pesh trupi njeriut. E cëta ka vlerë? Shpirti. A na shpirtin, nuk kujdesmi për shpirtin. A në vorë, gjanat e para që do të kalbën, gjanat që ma shumë të na sot, i shtojmi kujdesin dhe madhë. Stomakun. Qka me hangër? Qa ka për drejk, për dark? A edhe në medicin kam dëgjuar se 2 elementet, 2 gjymtyrat, që ma shumë të minjer kalben, njeri që futën varësht, organi genital edhe stomaku barku, që ma shumë të na ja bajmë i shërbimin dhe izmetin. Minjer të shkoj kanë. Pastaj fillojnë mëlqia. Fillojnë kështu, shpirti nuk zhduket, nuk kalbat. Ne nuk ja bajmë izmetin. Nuk e pajismi. Këshire? A kjo me neve do të na udheqe neve. Qoftë ka e mira, Zotin e marrë naftim në gjenetin, qoftë ka e keq, Allah na ruan nga xhenemi. A shpirtin na nuk ja bojmë? Ndërsa Allah i madhruar në betimet që e përmena në fillim, pasha diellin që ka thënë Allahu, pasha anën, pasha paraditën, pasha ditën, pasha natën, mbrëmjen, ka bëbë edhe pasha shpirtin
që përmban në veten e vet dhe një vest të keqe. E ka bë bej Allahu edhe shpirtin, që është peshë dhe rëndësi e madhe. Qad aflaha man zakaha, o ka shpëtuar njeri cili ka pastruar veten e tij nga vesët, dukurit të këqija, qoftë ego, qoftë inati, qoftë xhelozia, qoftë lakmia tepër e ku e diçka. Wa man khaba man dasaha, dhe ka dështuar dhe ka humbur. Edhe s'ka nga a njeriu i cili shpirtin e ka lënë pas shpinës, nuk është kujdes. Krejt qefët trupit ja ka plotsu, andat, oreksët, apetitat, dëshirat, kur ka ardhur pyetje, shpirti njeriu e ka neglizhuar. E por mos të bëj vonë kjo, prej tash bëri vetes shpirtin kujdesu. Se nuk zhduket shpirti o vëllezër, për gjanave që nuk i s'ka dhënë afati, edhe nuk vdes është shpirti. Kur nuk vdes shpirti? Këta që e ki pas me veti, do ta kishte në botën tjetër. Si e ki pas mbrenda në dunjë dhe në ahiret? E kam lexuar një koment, interpretim të Ibn Qayyimit, e ka parashtruar në se vet ka thonë, si do ta kemi gjendje në varr, ka thonë si ki pas shpirtin në dunjë, nëse keni kënaqësira aty, edhe në varr kemi një kënaqësi. Nëse në dunjë nuk keni kënaqësi me shpirtin, çashtu kemi pas edhe në varr. Është e njëjta trajtman sikur se në dunjë edhe në varr dhe në botën tjetër. E na kena nevojë pak me kujdes, me disiplinu, me eduku, me kultivu shpirtin me gjëra të mira, me vitamina të mira. Sigur që bëna me vitamina për trupin ton, për pamjen ton, për likurin ton, profilin ton, ashtu dhe shpirti jon ka nevojë. E kjo ka të bëjë me ditën e nesër, demek më botën tjetër. Do thot Allah në Kur'an, ja jo ledhina aminu, ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. O ju që keni besuar Allahun e madhruar, keni drojë dhe frikë Zotin Allahun, edhe secili nga juve le të shikon mirë, le të bëj kalkulime edhe le të bëj llogarie se çka ka përgatitur për nesër. Çka ki boti për nesër? A mundesh mu krenu para Allahut se unë këtë punë kam bërë, këtë vepër. Këta duhet me pas gjithmonë në hatër dhe mendje, mos më na ikë mendjes. Nesër dësham apo nuk dësham, duhet me dal para Allahut xhaleshano. Kan më na dal qoftë punë të mira dhe qoftë punë të këqija. Jo me të gjithu nefsin ma ahdarat. Në ditë secili njeriu ka me gjetë para vetes punët e tij të gatshëm. Qoftë e mirë dhe e keqe. Ama tawaddu law bainaha wa bainahu amadan ba'ida, kur ta sheh punën e mirë para vetes, gëzohet. Ai elhamdulillah, e pas na bani punë të mirë, që kjo ka më mazbar fytyrën, edhe kjo ka më bë shefon ndërmjetësim të Allahut. Mi po nëse është puna e ligë dhe keqe, e cila nuk largohet, qoftë e madhe dhe vogël, fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, nëse njeriu ka bën një vepër sa grimca atomit, e mirë ka për ta pa, edhe nëse ka bën një vepër sa grimca atomit, që nuk e ka pa kurkush, shumë është e vogël, mirë po është sherr me gjëra të këqija, ka me pa për Allahut, kur ta shohët keqen, Allah i ka më thënë, tawaddu law bainahu wa bain abadan ba'ida. Ka dëshirë mes vetes, asë të keqës, që pi shfaqet para syve, ai në distancë e madhe. Inshallah tjetër mashrik, atë në lindje sa më lart. E njëri duhet këta me ekspozu para vetës. Është bën një intervju e kanë po për disa xhallarëve në Turqi, kanë qenë me një emision disa thirrës ato xhallarëve botës arabe, edhe ai që kishte të bëhet projektin interesant, e kishte bën një intervju, secilin hoç e kishte fut me një sallë teatrit, edhe ky afrohet nga kur kishte aty karikat e shumë, e kishte shfaq atë plazmën e madhe, edhe kishte nxjerr dhe i thot pyetje shkruan, o filan thot, nëse tipet e drejta këtë inqizimin që ka i ki bën, vepra që ki bën në dunja, prej kur ki lind deri tash, edhe të ekspozohet kjo shiriti, kjo kaseta, para tyje. A kështë pas shef me pa tash para vetës? Thot, para se me shiku, ti vetën tani, ti di mas mirë ti se çka ki bë. Edhe kjo thot hoxha, se kam prit këta, me këta kemi surprizu, thot, pse? Se nuk jam thot i kënaqur me veten time. Unë e di sa kanë të mira dhe sa kanë të këqija. Thot, që ta kam ekspozu, pse nuk ja paraqet vetes gjithmonë mbrëmje me ditë, se kjo dëshëm apo nuk dëshëm, ka më na prezantuar Allahu xhaleshanu. Këtë CD-n e kemi ka një CD tek Allahu xhaleshanu ku ka më na shfaq Allahu. Yawma yaqul mujrimun, ka më thënë kriminali, kur Allah i madhruar ka më ekspozuar librin, regjistrin, dosjen me çdo sa që ka bën njëri, ka më thënë, ja lejteni. Ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Çka kanë ky libër, ky regjistër, s'pas ka lënë sent vogël e të madhe, vetëm sa ti evidencë kanë bë.
Wa ma yadhlimu rabbuka ahada, Zoti nuk i ban padrejsi askujt. Është mirë njëri këto gjana, këto skenat, jo mi neglizhu. Turni pak me vetën, pak tini ma original. Jo, me thonë, ta largojmi. Jo, zman me largu këta. Këta duhet para vetës. Se kjo deshëm apo nuk deshëm, kam në ekspozu. Mos bëhet një ditë ma vonë, sot para kohës. Elhamdulillah, agjerum, elhamdulillah, dula faqebar. Si agjerova? Inshallah në mot, kam e rrit atë cilësinë më të madhe kam e ba. Sikur që kurdes me vëllezër për makinën më cilësor, teshat më cilësor, hajet i kena më cilësor, shtëpi kena ato sallonin, dhomën e xhumit, jastikin më cilësor, dyshekin më cilësor, çdo se më cilësor. Pse be nuk e bëjmë ibadetin më cilësor? Ai ka më po shpesh Allah. Sa më i sinqert, sa më si serioz, dhe më cilësor është më mirë. Jo namazin shkele shko. Ta zgatni be pak namazin. O xhaban më shkurt dhe namazin. A ben nuk prish po bana ma. A di se që kjo ma e gate, shumë agje ka më peshu, ka me pas shpim në mbam. A thua? Po unë du më të afru atë foton ma për para, mos të më thusht, ditën kiametit, o gjo su më kitë rëguti. Ti thoshe, ma shpejt me kalu. A di se, ka për shembull, unë me keqar dhe kolegët e tonë, o gjallarët e kanë sfit në gjematit, o gjo, kolega thot, gjemati ka qef. A ti drejton gjematin, a gjemati tyje. Shumë është edhim shumë. Mjeku e drejton pacientin, o gjatë gjematin, mësusin zanësin, domaqini shtëpisë, andartë e shtëpijës, kur u ba mundrujt të rolet që gjemati me mësu hoxën, ose pacientin me mësu mjekun. Kjo është mirë e shtatu sa preshendjeve kiameteve. Zotin na i ndryshoft gjendjen, Zotin na i përmisoft hallin dhe mbrëndësin, vetëm se pëthuj se është afruar nga dal kadal edhe sa në disponim kimi? 7 minuta, sa 7:06, edhe pse nuk është bashkë ashtu procesa nuk prish punë, po si të qoftë, t'ju tregoj tash vetëm për protokollin e namazit të Bajramit. Besoj që në parahyrje, mo nuk kam e tregu se çdo ne tregojmë se para se marr në xhami ditën e Bajramit, është mirë mi parapri me disa bontone, me disa rregulla norma të festës të Bajramit. Larja e trupit, pastrimi, veshja e rrobave, parfimosja, se i të shku në xhami, po dhe ditë që është ditë feste. Pastaj, prej gjonave tjera që preferohet, besoj që i qëllë e këni praktikuar, kur dini nga shtëpia, me konsumu dini urmë, apo diçka dini ambëlsirë, se sot duhet të dallohet kjo ditë prej ditëve tjera, se na në Ramazan, në këtë kohë, ndormar se s'kena konsumu as urma, as haja, as pije. Pastaj, dalja, që këti dalë, ka të kthejni, është mirë të ndroni këthimi në rrugë. O gja, një kruk me ba, po ti për qef dhe njerën ndronë krukin me ki ba? E keni pa? Disa njerës nuk kanë qef me ndruat atë trajtmanin e vetë. Për shembull, veshjen, për Ramazan, ai s'u ndroj veshjen. Nuk i kam stil me ndru, i tham theso që Bajrami ta. Jo. Po thash, ne kena do protokole që na nështohet deshtëm apo s'deshtëm, po ku shkosh me një vend, ku protokolli duhet me ndryshuat trendin e veshjes, po duhet me ndryshu. E pse për Allah mos me ndryshu? Edhe pse dhe rrugtimit mos me ndryshu? A di pse duhet me ndryshu? Po shumë shkaqe. Se ku shkosh ti, çdo ecje jote duke bë dhikr, ai vendi ka me dëshmu për tyje. Mos tjete i njëjti relacion, po ndroj pak relacionin. A dini se nuk ka vend, parcel që nuk dëshmon për rrobën ditën e Kiametit. Për to është mirë dhe xhamiet më ndru dënjer, se secili xhami ka me dëshmu për atyje ditën e Kiametit. Se ti hec rrugës e përmend Allahun, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, edhe pse tash preferohet çda, tekbirat. Allahu akbar, është mirë me thonë, normal nuk e ngrit zonin në rrugës, edhe pse fetarisht duhet me ngrit zonin. Po të na me ngrit zonin në rrugës ka thonë, kanë asmin budall kanë baki. A nuk thot budallaj nëse e kënon dëni muzikë gjuhën angleze, a? Ja, bile duar trokitje. Bile është mirë me ngrit, mirë, po të na akoma këtë kulturë nuk e pranojnë. Mirë, po këto gjona çun para festës së Fitr Bajramit. Po e kemi tregu s'dar, nuk po du ta përsëritje, besoj që është fiksuar në trunin dhe është bë shprehje dhe kulturë. Namazi Fitr Bajramit apo i Kurban Bajramit i ngjanson njësoj namazit të Xumahas. Është obligim edhe farë sikur se namazi Xumahas, edhe pse namazi Xumahas është më
obligative, më e detyrueshme se namazi Bayramit. I ngjason edhe në formën e reqatit 2 recate ka. Sikurse namazi xumaz. Përpose kjo e ka pas namazit hutbën, që e mbajmë atë fjalimin, ligjërimin pas namazit, ndërsa në xuma kur është hutbja para namazit. Ashtu? Para saj. Ndërsa namazi e kemi treguar pasërish e përmendëm se namazi Bayramit është një vjet edhe harojnë fillimisht pas që imami e merr tekbirin dhe që e bën një ta falë namazin e Bayramit, e këndon në veti subhanekën, pastaj 3 herë tekbir e merr, që quhen tekbirës zawat, tekbiret madhërimet Allahut, shtojca 3 herë. Allahu Akbar, nësa xhamati e ndjek dhe pason imamin, pastaj imami kënon Alhamdulillahi Rabbil Alamin, edhe një sure, shkon në ruku, në sejdë, pastaj në rekatin e dytë e këndon Elhamin me zë, edhe një sure me zë, pastaj para se me shkon në ruku, sërish i ban 3 tekbire, që quhet tekbiretul zawat, apo tekbiret që janë shtojc, ndaj asaj që janë obligative, shkon në ruku, në sejdë, japim selam, përfundojmë dhe e vazhdojmë kanë hutbën të xumaz. Besoj se është e qartë, edhe njerë, lusë Allah në madhuruar që të na pranoj agjërimin, të na pranoj çdo vepër të hajrit që e kena ba, inshallah nuk kena privuar nga shpërblimi i agjërimit, donë Allah i madhuruar që të përjetojmë Ramazanet të shumta, sidomos Ramazanet të cilat kanë pas kënaqësinë dhe kanë pas kuptimin e plot, lusim Allah në madhuruar që të na baje të mundshme çdo herë të jemi të drejtë dhe të sinqert pa Allahu xhaleshanu. E shfrytëzoj rastin në emër tim, në emër të kolegës, këshillit të xhamis, t'ju uroj festën e Fitr Bayramit. Pashmi, gëzime, harmoni, lumturi në familje, në shoqëri, në rrethin ku jetojmë, edhe ata të cilët kanë telashe, nuk e kanë atë gëzim sikurse na, sikurse vendet Gaza dhe Palestina, donë Allahu xhaleshanu të lirohen sa më shpejt nga ai zullumçar që është sionist, i cili nuk kursen çdo sen vetëm me prish rendin e njerëzve dhe muslimanëve. Tash ngadalë pregatit